Mërzitia nuk lidhet thjesht me një rezultat që ne nuk e prisnim, lidhet me atë çka ka ndodhur me proceset zgjedhore në Shqipëri, lidhet me votën, sepse vota nuk është thjesht një moment, është një histori zgjedhjesh në Shqipëri, por është edhe ajo çka vjen e ardhmja. Është vota, është thelbi, esenca themi, edhe e sistemit, edhe e ekzistencës partive politike dhe e garave të tyre. Dhe kur vota asgjësohet, atëherë ajo mërzitja nuk lidhet thjesht me rezultatin, por lidhet edhe me këtë element kryesor demokratik, se nuk bëhet fjalë thjesht që vim këtu, kemi bërë një proces dhe ai proces ka qenë i rregullt, ne jemi të mërzitur se nuk bëm këtë, nuk bëm atë, jemi, domethënë, të ngushtuar në vetvete. Ndërkohë që po pse ju ja faturoni 100% deformimit procesit, ndërhyrjes manipulimeve? Diona, këto shifrat matematikor 100%, 90%, jo, në sensin se njeriu bën kthehet edhe nga vetja ku gabova, bëhet një analizë. Jo, po se perfekt nuk ka. Ka vend për analiza, sigurisht, domethënë perfekt nuk ka, edhe vend për analiza ka gjithmonë, edhe kur fiton bën analizat, edhe kur ke rezultat pa dëshiruar bën analizat, dhe kur performon mirë gjithmonë ka vend për përmirësuar, për të bërë akoma më mirë. Por jemi në një moment vazhdimit të asaj lufte që ne kishim situatën zgjedhore, për atë që thash unë që thelbi i sistemi, thelbi i zgjedhjeve, thelbi dhe i lëvizjeve, edhe ndryshimeve epokale që bën në një vend është vota, sepse në 46-ën Hoxha nëpërmjet votës e sanksionoi pushtetin e tij me gogle atëherë, që pushkatojnë pas edhe deputetët, dhe në 90-ën që u bë ndryshimi epokal, ishte ndryshim në bazë të lirisë votës. Shqiptarët donin të zgjidhin ata se cilët do t'i drejtonin, se cila parti do ishte në krye të vendit dhe kishte përgjegjësinë e drejtimit të vendit. Pra, gjithçka lidhet me votën. Dhe s'duam, kudo që ta rrotullojmë muhabetin ose bisedën, më saktë, po e thash në mënyrë popullore, qoftë në përqindje 100%, qoftë në tjera, ne jemi në momentin e asgjësimit të votës. Gjithçka tjetër pas kësaj do jetë analizë e një partie e cila është serioze në mënyrën si paraqitet para publikut edhe si paraqitet para vetes vetë. Do ketë analiza shumë. Unë besoj që ju i keni ndjekur analizat e ndryshme post zgjedhore. Tani ka shumë prej shqiptarëve, nuk e dia i ke dëgjuar ti, unë i kam dëgjuar për vete, që thonë opinionistët apo shqiptarët i ndajmë. Tani shqiptarë janë dhe opinionistët. Po edhe ato që dëgjojmë në kamera edhe pas kamerave. Po themi shqiptarët, se mund të dëgjosh edhe në lagje, mund të dëgjosh edhe. Ta ndërpreva, sepse e di shumë mirë që janë shqiptar, por kur themi shqiptarët është qytetari i thjesht ai që ka votuar. Po pra se analizën e bëjnë edhe qytetarët e thjeshtë, në muhabete me njëri tjetrin. Ta ndërpreva qëllimisht në shoqërinë shqiptare është krijuar një fasho, që gëzon atributet e krijimit të opinioneve, të shpërndarjes opinioneve, e cila, më thënë, është shërbyese dhe shërbëtore e paepur e majorancës. Për te asaj fashoje e kam unë. Kjo fasho e për te asaj fashoje. Prandaj të pyeta, opinionist është kjo fasho që paguhet, që është e stimuluar, që të mbajë qëndrimin e saj. E kam për te asaj. Ka dhe nga ata që shprehen, citoj, nëse nuk do t'ishte kryetari Sali Berisha, Partia Demokratike do e mposhte Edi Ramën. Ose minimalisht do ishte kokë më kokë në rezultat. Sa përqindje të vërtet ka ky perceptim prej shqiptarësh të zakonshëm? Tashi unë thash, nuk flas me përqindje, nuk është i saktë dhe nuk është i vërtet. Nuk qëndron. Sepse ka një arsye. Nëse do kishim një proces të drejtë, një proces zgjedhor ku vota mos asgjësohesh, ne mund të flisim pastaj për arsye personash që drejtojnë forcat politike që mbartin ato shkakun e një rezultati të këtillë. Përderisa s'kemi proces zgjedhor, si mund themi që pat një humbje dhe pat një fitues, pse sot Rama është fitues dhe ne jemi humbës, janë dy koncepte që ekzistojnë në një terren ku ka garë dhe ka proces zgjedhor. Nëse s'ka proces zgjedhor, atëherë këto zgjedhje janë të ngjashme me zgjedhjet që dikur fitoheshin me 99% votave, kërcesh valle, i këndohesh partisë dhe një moment. Dhe tani ka ndryshuar paksa përqindjet, po jo modalitetet, jo mënyrat e marrjes votës dhe sanksionimit pushtetit. Dhe në këtë rast,
atëherë ka në fush vetëm një lojtar që kontrollon gjithçka. Kontrollon procesin, kontrollon KQZ-n, kontrollon institucionet, kontrollon malavitën, kontrollon jetën e çdo shqiptari thjesht që është i punësuar, kontrollon mediat, kontrollon gjithë territorin në shërbim votës, jo territorin shërbim të qeverisjes. Dhe ja ku jemi që është ky që ka vendosur se këto rregulla loje që vendosin në një sistem demokratik janë prishur. Nuk ka dy ekipe të barabarta që hynë në garë me programet e tyre, me drejtuesit e tyre, siç e the ti, që kanë vlerat e tyre dhe personale dhe historike, politike dhe aktuale, dhe që mund bëshin një garë në bazë të asaj çka premtoshin, çka kishin realizuar, ato që kanë realizuar, ato që premtojnë, por ndoshta edhe çka kanë realizuar në kaluarën, dhe të ishte qytetari më pas i lirë, i cili të vendoste në bazë të edhe simpative dhe antipative që ju i parashtruat si antipati dhe simpati, dhe përcaktonte se kush ishte fituesi. Nëse do kishte gar, atëherë po mund dilshim tek ajo pyetja e juaj, a nuk mendoni se e drejtë. Tani s'është e drejtë. A nuk mendoni se jeni bërë pak të, po themi, të bezdisur me të njëjtin refren prej shumë palë zgjedhjesh që vetëm nuk i njihni? Ka një gjë, domethënë, nëse pra zgjedhje pas zgjedhje ju kontestoni. Nëse e vërteta përsëritet, do të thotë që e vërteta është ajo që duhet përsëritet. Po mirë, a janë certifikuar zgjedhjet? Unë përballë faktit që gjithmonë janë certifikuar zgjedhjet, pra. Artikuloj, jo, po flasim për të vërtetën. Nëse unë dua të artikuloj të vërtetën, që është certifikuar. Ajo e vërtet. Nëse është e vërtet, do artikulohet gjithmonë. Edhe nëse është artikuluar një herë dhe përsëritja e vërtetës nuk bën asgjë, vetëm se shëron të keqen. Dhe nëse ne tërhiqemi nga thënia e vërtetës, dhe ju mendoni se po e shëroni? Dhe unë jam bërë bashkëpunëtor. Si po e shëroni? Ne të arrim të shërojmë në opinion në ata njerëz. Po s'ka marrë mandatin e 4. Ç'po shëroni ju? Mirë, ai mund shpallet dhe mbret, edhe përsëri, domethënë ne do e themi të vërtetën. Do ketë njerëz që do ta thonë të vërtetën, sepse këtë shoqëri dhe vlerat e kësaj i mban këmbë e vërteta është thënë edhe në ato vite kur ajo ka qenë dhe burgosur tërësisht, siç është edhe tash, apo e varrosur tërësisht, dhe ajo ka gjetur njerëzit e duhur që të artikulohen. Njerëz të thjeshtë që kanë thënë vërtetat e tyre. Ju po merrni qafë Partinë Demokratike? Jo, s'po marrim qafë Partinë Demokratike, ne po japim vlerën e një partie e cila bën luftrat e saj, son stemazir betejë në fakt, për shkak të vërtetave dhe për shkak të vlerave që ajo i ka si parime themelore që në momentin që është krijuar dhe ka ekzistuar. Sigurisht ka pas diferenca në raport me këto vlera në momentet që ka ushtruar dhe pushtet, por gjithsesi ajo është një parti që ka reflektuar gjithmonë edhe mbi gabimet e të vërtetave që ka thënë dhe thot dhe i mbron. Dhe të themi këto, dalim në revizën politik, kështu siç e thua ti. Ta ulim bisedën dhe ta bëjmë. Më thënë, ky që ka gjitha pushtetet, po bën gjithçka, çfarë më jep ti një opinion, atëherë unë që kemi gabuar që them të vërtetën. Dhe është kjo e vërtet që gjithë e kemi në lëkurë, e din gjithë dhe ata që dëgjojnë, dhe ata që e pëlqejnë, dhe ata që nuk e pëlqejnë, këtë çka unë artikuloj, sepse ka dhe kundërshtarë të vërtetës dhe të fakteve, për shkak të tifozërisë politike, këto janë gjëra që ekzistojnë. Për të shkuar tek e njëjta e vërtet ka shumë rrugë, ti e di këtë. Ta zbresim, nuk po e themi ne të vërtetë. Ka shumë rrugë për të shkuar tek e njëjta e vërtet. Nuk po e them unë të vërtetën. Nuk po e them unë si Parti Demokratike. Se ndiqni vetëm një rrugë. Ja po të them, domethënë nuk po e them unë. Më jep një përgjigje shumë thjeshtë, se duket sikur po të marr unë ty në intervistë, po thjesht për gjetur atë zgjidhjen që shtrove ti si pikpyetje të madhe. Atëherë unë s'po e them të vërtetën si Parti Demokratike. Çfarë do bëjë e vërteta? Do varroset, kush do e thoj? Po thuaj edhi. Po duhet ta mbrosh dhe ne po e mbrojmë. Edhe duke nxjerr, pse ne nuk po nxjerrim fakte? Po ndiq rrugë, forma, mënyra të tjera pra. Jo, këto janë faktet edhe një herë. Nëse dikush po pse s'keni provuar të veproni ndryshe dhe të shikoni rezultatin? Kush është ndryshe? Kush është ndryshe? Është që ne të bëhemi si Rama. Po të riformatoheni një herë, të ndryshoni leadership. Prit një herë, se si jemi ke kjo, nuk jemi ke kjo. Të dilni me sa lista dinjitoze. Provoni një herë gjithë alternativat, pastaj jo, sepse jemi logjik. Jo, jemi logjik. Sepse çfarë logjike ka? Kur unë kam një sistem i cili nuk pranon
fare brenda tij që të ketë triumf të vlerave, të parimeve, të programeve, të vizioneve, që ai kontrollon gjithçka, që përdor çdo skalion të mundshëm. Prit, ja një minutë. Kjo është ajo dhe kjo logjik ty nuk të çon ke logjika tjetër që ti duhet shohësh diçka brenda sepse unë t'jap kundër përgjigjen. Po mirë më ne që kemi kaq tradicional, kemi përsëritur të vërtetat. Po mirë më pse nuk morën vota aq sa duhet për të qeverisur alternativat me demek të reja në thonjza që u paraqitën me qëse që ishin do alternativa mirë morën, jo keq, sot dhe ata jo keq, në total 150.000 vota, jo keq, unë po them përkthim në numër deputet edhe me këtë kod zgjedhor që kemi ne, me këtë blokadë që ka sistemi ynë, sa bukur, ja pra dekada që nuk lë të ri të futet e të progresojë, po jo, dole tek ajo pjesa e sistemit, rezultati mbi rrethan. Por ju sistemin e shihni si jashtëmi, ju shihni që patjetër domethënë duhet ketë një veprim që e kërkon dikush jashtë që duhet promovohet. Ai që të promovohet, ai ka drejt promovohet dhe spari ai duhet të kërkojë vendosjen e rregullave brenda këtij sistemi që kemi. Keni dy shembuj që ju kanë rrëzuar brenda jush i keni. Ka një gjë, nëse ky sistem që kemi. Tabaku Ali Mehmeti. Ja dhe një s'ka rrëzuar asgjë dhe diskutojmë, më gjatë deri në fund. Nëse ky sistem i cili duhet respektuar dhe duhet kërkuar edhe nga forcat e reja, do jap rezultat të disbalancuar në raport me atë çka pritet, atëherë mund t'i drejtohemi sistemit, por kemi një sistem i cili nuk zbatohet, i cili nuk ka proces zgjedhor, i cili komandohet me metoda ekstra politike dhe ne duhet kërkojmë të ketë metoda politike, ekstra ligjore dhe ne duhet kërkojmë të ketë metoda ligjore. Jo duke parë këtë mishmash ne themi që fajin e ka sistemi, e ka mënyra se si konceptohet vota, është në rang kombëtar apo qarku etj etj. Këto janë gjëra pastaj në një situatë zgjedhore që unë e kërkova, ideale, ku respektohen forcat politike, kam barazi, dy të mëdhajat, duhet të kenë barazi dhe tjerat, po, dhe madje, unë kam thënë që t'jenë pjesë e tavolinave të reformave zgjedhore. Dhe partitë e tjera, parlamentare të vogla dhe jo parlamentare, sepse edhe ato mund pasurojnë me fluks idesh një reformë zgjedhore. Po të rrim ne të themi tash që duhet reformë zgjedhore, kur ai që grabit çdo reformë zgjedhore të mundshme, po ky është reformën e zgjedhore po e kërkon Bashkimi Evropian. Duket Bashkimi Evropian, të lutem, kurse ka kërkuar më qafsh. Kurse ka kërkuar. Më kujtuaj shkrimin që kishte bërë para pak ditësh. Kur kisha bërë unë. Pra ti. Na e keni shpifur. Unë shihem se kemi shkrimin. Jo, pra ti. Se po ma bën kështu ti. Jo, nga që reagove ashtu edhe më kujtua. Reagova në një regjistër madje etik, sepse më thënë reagimi duhet të kapërcej dhe regjistrin etik ndonjëherë që të kesh efektshmërinë e duhur, sepse edhe ai regjistër që pata unë mbarte dhe transmetonte shumë të vërteta në raport me sjelljen e tyre dhe ishte etik, ishte goxha etik. Tani, vim ke shembuj që të dash. Po. Çfarë tregojnë? U bën magnet votash. Shembujt që më dhe ti, që u bën Tabaku Ali Mehmeti. Po, atëherë dhe unë po t'jap përgjigjen. Votën ndaj tyre si e ke lexuar ti? Njerëz, ja po ta them unë, njerëz që kanë përvojë politike, që kanë, domethënë një themi portret politik simpatik të pëlqyeshëm. Përtej forsave politike, sepse ato tek e fundit janë Partisë Demokratike dhe mbartin vlerat e Partisë Demokratike dhe pyetja jote dëshmon këtë që po në Partitë Demokratike ka vlera të sankcionuara që mbarten dhe përfaqësohen dhe nga individ caktuar. Dhe ato morën në normalitet njohje, në një Tiranë me gati, themun, 1 milion votues mund t'jenë, morën nga 20.000 vota. Edhe unë po t'ja përgjigjen në kundër përgjigje. Si e gjykon ti që njerëz anonim të morën po këtë sasi votash